Në këtë episod të Fantastic Albania isha në Prez. Aty mësova se si të sharroj një dru ulliri, zbulova një histori të mrekullueshme dashurie, dhe a do ta besonit nëse do ju thoja që në Prez gjeta një polak? Por më e rëndësishmja është legjenda misterioze e pusit të Prezës, që unë nuk doja zbuloj tani, sepse duhet të ndiqni të gjithë programin. Njerëz të bukur, këtë episod të Fantastic Albania ndodhem në Prez, në një fshat shumë pranë Tiranës, por krejtësisht ndryshe nga zhurma e metropolit. Jam në Prez dhe sot do zbulojmë se si janë banorët e Prezës, a janë ata mikpritës, dhe a është e vërtet që zona këtu është mbushur plot me ullinj, më kanë thënë gjithashtu për një mister që fsheh pusi që ndodhet shumë pranë meje. Mbrapa kam dhe Kalan, e cila thuhet është ndërtuar në mesjet, por të gjitha do i zbulojmë pak nga pak, dhe unë dua ta nis me ata që janë banorët e zonës, kështu që të shohim se kush do na mirëpresi në Prez. Shkojmë. Tani unë po shikoj disa zotërinj që po krasisin ullin, që të shkojmë të shohim tek ata se çfarë po bëjnë, dhe të mësoj dhe unë pak krasitje, mëseja. Wow! Kjo është periudha që çdo vit e bëni krasitjen e ullinjve. Këtë vit sa ullin morët, sa kujtal dorët? E qave, që i thoni që kale, morëm, sa për vete morëm. Nuk e shisni vetëm për vete? Ja, vetëm për vete. Ai që në pak projnë kemi shumë. Ai atje po i sharron ato për dru, për sop druri? Ju keni sop druri? Në atë ngroheni gjatë dimrit? Jo, kemi edhe kondicioner dhe kemi, edhe sop gazi kemi. Po kë përdor më shumë? Po më shumë, po që për dimë mas druje, më sop për druje. Ajo të njofë. Ajo të njofë mirë, sopa druri. Tani të shkoj unë tek ai, të më mësoj pak si të sharroj. Hajde. Si jeni? Qalegi. Erdha për të parë Prezën. Prezën shika që kuma për të parë, jo? Po dhe banorët. Qa po bëni po kras? Për bullon. Si për Preze. Po mirë mos ka gjë. Doja të më mësoje pak si të sharroja drurin. Qa s'kam? Ti s'ke më sharru dru si herë. S'kam sharrua si herë dru. Jo, s'ke më sharru si herë prap. Sepse mosh të ata kom qunin tima, sa ka men me fillu më sharru dru. Po mirë, po të më mësosh. Të më mësosh, mos të ngel ignorant dhe unë. Të më mësosh. Se s'është aq e vështirë, besoj apo është e vështirë? Nuk e ka, a? Është e vështirë të sharrosh? E vështirë E është, se me bomët tiki që i sharrët për atë kom. Po. Për naj, nuk je për atë punë. Po ti këtë punë e ke bërë gjithmonë, apo 10 vjet. 80 vjet? 10 vjet. 10 vjet? Se të dhejmë qove që gjesh ti mu. E vërtet. Dagë pa e vakti ti mu qove që vjeç. Tani ti ke ardhur këtu vetëm për të prerë, të kam punësuar? Apo janë ullin të tu këto? Jo, të mitë janë komshiut. Janë të komshiut? Po. Bravo. Shke mirë. Ti E s'ke pa është ullin? gjë që i pritë që vetë aji. Edhe erdhe për të ndihmuar. Tani vetëm ma mëso pak edhe nuk të bezdisme. Hajde. Tani si bëhet? Dhe se do më dherës më reklam ti mu se di. Qa reklame o more, po si bëhet ma mëso tani? Ja. Okej, të njishi, e qove të njishi. Po. Pastaj? Jo ashtu, hapa. Jo ashtu më? Hapa. A të 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 bëha mjone. Qa bëra? Jep i dhënë gatë kot. Jam të i dhënë gatë kot? Bëj një arsit. Vëshki shpijimet i lumenç që vrejni kam unë. Kalu që qikë të kekthesëm aton.
Ta shoh bregun tim aty. Do më çosh të shtëpia. Se a jeni mikpritës apo jo tani? Se më thanë gjithë ato burra. Ti më jeni këta ditë rrugë. Po, bëj dhe këto, ti sa të bëju muhabet pak me atë zonjë dhe pastaj më thotë shtëpia. Si e? Se ty s'u takova. Mirë, se kala? Si po shkon Mirë. krasitja ullinjve? Mirë. Të dy me burrin? Me burrin vazhdimisht çdo punë. E në punë, si Sa- ka qenë arsimtar, u kam qenë tregtar, grim po folizim bash. Si, ti ke qenë arsimtar kjo U kam qenë tregtare? ekonomiste, po u shkrin kooperative. A si u njohët ju? Të dy? Ka qenë punë, shosu isha ekonomiste. Ai më ka një. Ai të ka njohë? Me shikim të pare e pëlqeve? Po, më thonë drejt, me shikim parë, po, pata ko, se pata qenë afër më punë me njëri tjetrin, patë më ko më njës. Pyete ti për atë, apo fole direkt? I vajte direkt i fole, apo pyte të tjerë që si Jo, fole është? direkt. Direkt? Që në atë kohë ti? Që në atë Fjale, kohë? po ishim qik më të civilizum, si i thoni fjale. Më të civilizum. E kishim farë kulturë, si i thonë. E pra se njerëzit në atë kohë vetëm me mblesëri. Jo, ne. Edhe ne, në brezi jone e kina mëllë shumë mirë, si i thonë. Është më mirë me mblesëri apo ta njohësh Jo ta vetë? njohësh vetë. Unë kam mërtu motra, që kam me ndërhyrje më kështu, po prap, kur e një vetë është. Por e një vetë është më mirë. Ti kur e pe atë pëlqeu, si ka lup, Në fillim kene vrojtu njëri tjetër një herë, Ah. kene pa pas fuqet. burri ka qenë me lek. Burri ka qenë pa lek. Pa lek? Këta. S'ka pas shumë, sa mu është me kalu bashkë, si thonë, s'kina pas lek gjendje. Tu punu, kina vu. I keni bërë lekët bashkë pastaj. Faleminderit, për zotit. I keni bërë lekët bashkë. Tani sa shpesh shkoni te kalaja ju, apo nuk shkoni? Te kalaje, burri ditë për ditë nxjerr të pi kafe. Të nxjerr ty? Pa. Vërtet? Pa. A është e vërtet që ti e nxjerr për ditë për të pirë kafe këtë? Te kalaja? Ditë për ditë, ka kalaja, ke pazari, këtu, e pi i kave, se e meritoj, jo po një gjonë, se bo punë. E meriton, në? Punën e meriton. Po shumë gjë e rrallë kjo që një person në moshën tënde të dali për kafe me grua, se unë vajta te lokali ishin gjithë burra, s'kishta si grua. Unë dalë mjes, 8:30, e kom pi kafe me gjithë të mjes, edhe nesër po shumë, kur e shohin që s'kina punë, dalim hecim, lëvizim sa, te i poshtë edhe te i lartë kala. Pensionisi, në kur kina mundësi bëjmë kaj punë, kur s'kina mundësi, rejmë. Pra e pas ke burrin gentleman. Edhe burrin, edhe familjen, unë më s'qaham as nga të partë tonë, as nga fëmijët e mi, as nga tua. Pra ju po jetoni jetën perfekte që do ndërron të çdo Më thot kush. me njës që pa. Më thot me njës që pa. S'ke që kërka mua prej. Tani dashuria a venitet ndër vite apo është ende njësoj? Jo, lidhesh më shumë. Lidhesh më shumë. Lidhesh më shumë. Ha? Tu plak, tu dashuru më shumë njëri tjetrin. Tu desh më shumë gruën, si i thonë. Gruja burrin e burri gru. Ua, kjo ishte shumë e bukur. Se shumica thonë që bëhesh si motër dhe vlla pastaj apo. Ha? Me kalim në kod. Po që e pasër me ndërgjegje, po nitë në regull gjithë jetën, po e deshe njëni tjetrin, dhe në fund tjetë se do të mëllësh. Deshe të ka falë zoti jetën. E vërtet, shumë mesazh i bukur ky që i japim të gjithë shikuesve. Duke ikur rrugëve të Prezës dhe duke ngrënë mandarina që më ofruan banorët, pash disa kalamajnë të vegjël me kapsole, kisha kohë pa parë si këto kapsole, më trego pak. Sa lek janë këto? 1000 lek. O, bo, ja tani do i mbledhin të ndezdim. Këto janë më të fortë. Tani andalen e ndjekti? Po. Ka pëlqen më shumë në andale? Mua? Tuaj e fatosin tuaj? Patosi me mire. E ca ty, hajde edhe në kapsole tani. Kjo ishte shfaqja për vitrineri. Toke këtu. Shumë faleminderit. Ja tjetëri ma tanë. Filloj festa!
mbrapa keni baçe? Baçi që të thjesht. Thjesht. Sa pas keni mbjell, pas keni mbjell pak spinaq. Qep. Ka të najde, jenë hurra dhe ka të najde dritë. Hurdra? Po ku marrë vesh unë? Ka të najde dritë, jenë hurra, e qepë në të të valë. Qep janë ku janë, e? Po tani nga ti të loj unë. Këshu janë këto të drejta, ashtu janë. Jo, ato që kanë, e pas kanë gjethen më të madhe. Po më të madhe edhe kanë rrumë vak, edhe ato po ti këpusësh bishtat, si thomi ne, gjethin, ata prishën kalbën si futët ujë mrena. Kurse këta... Po, po, bën sens. Tani ti i bie je me 2 shtëpi, po këtu jetoni jo, po thjesht e keni tregu? Jetën? Kam i qëmë të fiju. Nga rritu. Pra çoni fejuar rri këtu, ju rrini aty poshtë, me gruan. Shumë mirë. Po këtë katin e dytë ku cili çunë e bëri? Ai që është jashtë? Mi veni kene bërë, i kom bërë unë vetë. Vetë? S'kanë bëjë gjotë qunat. Po gruaja tha më ndihmon çunat. Po qunat kanë dimu, po... Jam unë ai që kam... Kryesori. Kam tërheq për të ndimu. Ne, e kuptoj. Ti që ka pamje e bukur, ç'a qyteti është ky? Thashën, ajo kruja ti për ba, lartë. Lartë është kruaja, kjo është shkruaja, qa super pamje. Ke më tha laqë, shko dhe lejzhe, isha të gjitha? Shumë faleminderit që më mirëpritet në shtëpinë tuaj, treguat që jeni mikpritës. Është e vërtet që në Prez janë mikpritës apo jo? Shumë. Thu si du më hymë në bërë të them mos hy? Po tani ka ca që s'duan, ju të dy si jeni njohur? Ne më shkes. Në shkes? Pa, kina 30 vjetë martesne? Aliu më tha me dashuri, tani kush është më e suksesshme? Mbledhëria apo ta Po Aliu ka qenë mësues edhe... ka pas mundësin ai. E ka has rrugës. Nëna? Nona. Ik nona 3 mënendës. O, apo më vdes për nëna. Pritë do vete ta takoj. Aja 2 fjalë fëllë edhe... Sa e mirë. A je mirë? Mirë. Nga li fort? Po, ti si je? Në më një fare. Ja, Shumë se mirë. kom qef. Më vjen mirë që je mirë. Faleminderit do për të që jesh mirë, punës në të paq. Shumë faleminderit. A njohën e për tërë, bu ka rash mirë. Për punë kështu për shemë si thonë, jo... Si... Se s'pe gjetë shetë lapën, si thonë. Punës. Gjelëzi. Xhelozi? Ja. Ha pra xhelozi. Bravo. Ja, asi. Po ku të këtë xhelozia ti këtu je brenda fshat? Po ti ke larg ti dhe do kishte Brenda xhelozi. fshat jam unë, pa edhe unë hiqim punë, kam punu 10 vjetë në Tiranë. Kje ka qenë tu për shemë dhe i në Tiranë. Në punë këm shkollë, në nga në shkollë këm hi. Dje për shemë, s'ka pas telefona më uli për minutë, se ku i... Nuk është si sot, po para 20 vjetë, 30 vjetë... Tani edhe me telefon edhe prap ka xhelozi. Jo, ka xhelozi, për paktën e me vesh se ku është. E merr Po vesh dush të me kuash, marrë. po, e vërtet. Kusë atëherë s'meshe vesh gjë. Atëherë hikshëm 6 mjesit, vishëm 6 darikës, a gjishë shpi se gjishë shpi. Po, e vërtet. Për na po thëmë që ja, nuk e na pas. Tani ti ke bërë shtëpi çunave që t'jen veç e veç, për arsye se nuk jetohet me nusën, apo çfarë? Cila është arsyeja e vërtetë? Për arsye se shtëpia nuk i mbath gjitha. Se mbath gjitha. Ja. Për arsye territori. 3 kunore do në 3 dhoma. E vërtet. Po kështu njerëzit si janë këtu në Preza, kanë për shembull xhelozi për njëri tjetrin, ku njëri ka më shumë, tjetri ka më pak. Dikush ka, dikush ja. Për shembull xhelozi ose fjalë me njëri tjetrin, me komshin. Ja, ju flisni me komshin? Gjitha. Po. Shkon ti për të kërkuar farkosi? Kryp, dikur. Kryp, Ja, ka 3 vjetë jena martu, ja. Mas kom shirën të që thash të kom gjithë të për e dru, unë maj menë kom qenë ka lemon një plomë. Ata kene më smëru punë për shtu gjë, edhe për të sotë bukë. S'na ka pësë qitë një herë bosh. Gjithmonë keni shkuar. Ka qenë me pasur aja, si shpi. Ka qenë me pasur, ka pas pleq, ka mam gjyshit si... Po, tha, është ishte dhe arsimtar. Gjyshit i ka pas jashtë zëganisht me gollushë. Unë ju falenderoj shumë që më mirëpritet në shtëpi dhe bëm pak muhabet bashkë. Dhe si që thash më parë në hyrje të episodit, ky është pusi i cili thuhet që shumë i thellë dhe që është ndërtuar vite më parë në shekullin e 13 thuhet. Kjo që ka e hapur, me sa duket e kam bërgati që unë të vi këtu. Por ju nuk e dini që këtu ekziston një legjend shumë e frikshme për këtë pus. Këtu nuk duket fundi. Hello! Thonë që
Në kohën e luftrave me perandorinë osmane, një vajzë e cila donte t'i shpëtonte armiqve dhe ushtarëve turk, u detyrua të hidhej në pusë dhe të mbytej për t'i shpëtuar thetrave të perandorisë osmane. Nuk dihet sa e vërtetë është kjo, unë do pyes banorët, por që për jasa kohë thuhet që uji i këtij pusi nuk është përdorur më për t'u pirë. Dhe fakti më interesant është që ajo vajzë thuhet që quhej Prez. Po te pusi aty thuhet që një vajzë te pusi është hedhur për të shpëtuar perandorisë osmane. Ja, ta se kam dëgjuar një herë. Me vërtet? Po, 7 vjeç. Kështu dëgjova, unë lexova në internet edhe thuhet që uji i pusit nuk pihet Unë se di për vetëm për këtë fakt. Nuk e di për vetë. 7 vjeç jam. Po të rinjt kanë ikur në emigrim? Ku emigrojnë më shumë banorët e Prezës? Në cilin? Në Itali. Në Itali, ja? Po në hikat herë me dallë kanë parë kretu çfarë zënë këtë. Po çfarë? Tash vetëm demelet kanë elë. Vetëm tembelat. Pra ti po thua që të gjithë këta këtu janë dembela? Ale më të bëjnë, e kanë parqet gjithë vënë këtu. Po çka ka një gjë pra përveç kalas? Po për kalan kanë përgjigje, pra në mbëdjen i shpejt. Po ja për kalan ti s'di ke gjë për kalan. Ja për kalan pra kam dëgjuar. Je i shpejt këtu të bënojmë këtu. Ah, duan të banojnë këtu. Po pra. Pse s'ke bërë ti për shembull të bësh një shtëpi për turistat? Edhe merr dhe lek pastaj. Po, ç'do bësh? 7 vjeç ose më ç'do bësh shpejt? Apo se do më shtëpinë tani? Jo, po s'shin punë, e kam në shtëpinë special. Ju jeni miq të tre? Ja, shoh. Jo miq. Vendali. Tani çfarë ka Preza që të rreq kaq shumë turistë dhe çfarë ka një gjë të bukur Preza? Aja kam tërtu e ka po strategji. Kalaja Prez ka qenë pikë për kalanën e Krus, kalanën e Lezës, Durrësit edhe Petrec. E në Tishmit. Kur më ishin armiqt, si ka qenë ajo kohë, nishin zjarrat, herë nisë zjarri kënej, vjen do arë kënej, nisë zjarrit, vjen do arë kënej, të më thonë sinjal. Tani ti më the që ke punuar në taksi, apo jo? Për 20 vite. Tani çfarë lloj taksisti ke qenë ti, nga ata që bënte muhabet me klientët apo nga ata që nuk i bezdiste klientët? Jo, nuk është me puna. muhabet. Unë jam shofer taksie. Edhe sot punoj nga i qik. Nëse klienti mjet me muhabet, jep shumë muhabet. Në varësi të klientit. Nëse klienti thotë më çon filon adres, bësh pazarin dhe s'folë fare. Sepse ai do me flet gjumë ndoshta. Po. Kështu s'kam se ta ngacmoj. Ju çfarë profesioni keni patur? Punëtor. Po ju? Në ndërtim. Në ndërtim. 50 vjet. Tani, kush nga ju ka bërë më shumë lek tani? Nëse ktheheni pas në kohë. Nuk të them. Shiko, Nuk të them. koha që ka qenë, 15 që ka qenë 2500 lek rroga. 2500 lek rroga? 5000 lek muj. 5000 lek muj vështë. Se ma mendi, nuk e ke Kështu që puna bëj pallat me tulla, aq ishte rroga. Po mirë ti me 5000 lek blije shumë gjëra atëherë. Që ata që bjeshë, po ajo ishte rrogën minimale. Si kalon? Mirë? Si ke qenë? Mirë. Ju si kaloni këtej në Prezë? Mirë, preza, o shumë mirë preza. Shumë mirë është? Shumë mirë preza gëndës, ka qenë gjithmonë. Po çfarë ka të bukur Preza ndryshe nga vendet e tjera? Preza ka të bukur, nga vendet e tjera, ka ajrin. Ajrin, ka ajër të pastër. Ajër të pastër, vjen nga onës këtu, Të mbushëm u shkrit me frymë. që dhe këtu ka ajër të pastër. Po ju? Çfarë profesioni keni? Unë kene emigrant. Emigrant? Shofer privat taksie. Po ku keni emigruar? Në cilin Në vend? Athinë, në Greqi. Në Athinë? Në Athinë. Sa vite keni qëndruar atje? 10 vjet. 10 vjet. Si ju rezultoi Athina? Athinë është bukur, po dhe se ra krizë, është bukur Athinë. Pra ju kthit kur ra kriza ekonomike. Ekonomike, s'fakt. Me punën që kishim nuk... Nëse s'do binte kriza, do qëndroje në Greqi? Patjetër. Patjetër sot janë bërë pishan që sepse në Shqipëri nuk jep të ardhët e duhur, kështu. Ti mund punosh. Në shumë edhe po jam privat shumë fjalë, punoj mirë, nuk është rri. Po prap, nuk e mbyll dot shpenzimin sepse është kosto lartë e jetesës. Si jeni zotëri? Mirë, thini ju. Mirë, unë jam Fatosi. Kam marrë për të parë Prezën. Ju çfarë po bënit? Po bënit pazarin? Jo, blejt e gjonë në këtona, po. Ç'a ke blerë? Unë kom blejt lakën, Lakën? edhe bidone vori, mora bidone poshë. Shumë mirë. Ku do i çosh në shtëpi tani? Po jo kom shpen knej unë, Ku e ke? knejta. Tani unë kam ardhur edhe për të testuar mikpritjen e banorëve. Ti me kë jeton në shtëpi?
Unë jetoj me gruan. Me bashkëshortën, po fëmijët? Fëmijët jetoj në Tiranë. Në Tiranë, ju jetoni të dy këtu. Po. Shumë mirë. Do më presësh mua të shtëpia, të bëjmë pak muhabet. Jo, vallaj, nuk kam kohë. Nuk kam S'ke kohë? Jo, ju faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Këtu kam Amarin i cili është udhërfyesi im në Prezë. Po më tregon të gjithë vendet. Po, këtu kam taku edhe Blendi Fevziu. Aha. Shumë, kështu vind. Edhe Blendin e udhëhoqe ti këtu? Ja, ishte ke xhamia. Më pas Amari më tregoi për një çift nga Polonia, të cilët jetonin në Prezë për shkak se djali i tyre ishte pilot. I live with my wife, but that's my son's house he rented because he is a pilot. From all the other places here in Albania, what made you choose Preza? It's a beautiful location. It's I'm a the beautiful country location. man. Okay? Are people here warmer, nicer, welcoming? Nice. Huh? Good morning. Very nice, very nice. Like you know, strangers pass by, always say hi, hello, invite us for a coffee, bring, oranges, all fruits. Yeah. So no complaints, very nice. What about the food? Have you tried Albanian food? Everything. Something that you can say it's your favorite? Börek. Yes, Have you we tried try börek? everything. I don't have anything particular in my mind, like, favorite thing, but everything is good. It's Have great. you traveled in another places here in Albania? Yes. Where? We go south, we go north, west, east, whatever. And so far it's beautiful. Yes. yes. Landscaping over here. Oh man. Yeah, the It's landscaping. amazing. Like I mentioned before, our son is a pilot, so I see his workplace. And you can see, yeah. so we can check, what time he's coming, where he's living. So it's really, really nice. Për lullet, për të thënë Krist. Kristallet këto lulet? Te ke qefti kristallin? Po, e shoh shumë. Kështu që kristalli dhe unë kishe të preferuar ti, kështu që pa merak doja jap unë kristallit të lule. A u takum në që para ti dhe kapja? Qa po bëndi këto? Të drusa, gjona. Po të zjarim se ke ndezur. Të dere ta në betorinë. Me kë jeton ti? Ha? Me kë jeton? Jetoj me gruan, thash atë, pa nuk kam kohë mu morë me ju. U ti ishe ai që s'kishe kohë? Po pra që ishëm pazar të Po, që s'kishe kohë, Ishe dhe ky, po. Pa ti të ndihmojmë ne me Po zjarrin. jo, s'kini për një mu, jo, nuk kine pratë punë ju një gazetarë. Ne jemi për qef, nuk kemi gazetarë kështu hallesh. Po ke gali mo, pa ne nuk kine pratë punë, jeni një shpej tjetër, ne sine pratë punë. Thashu të tjenë. Unë jam kurioz, për çfarë pune jeni ju? Për që unë jem pensionist. Pensionist me kohë. Pra, sa të keqe ke të vi unë aty të të ndihmoj ty me zjarrin. S'ke për të ndihmuar si jo, ti mu ju falem nes. Për respektin, nuk kam punë me ju, e kupta. E kuptoj, shumë faleminderit, punë të mbar. Qosh për ne, pas marrë. Okay. Tash o gruje këto nga. Shtëpia jote është kjo? Shpe ime. Okay. Kjo është shpe ime, për natë që nuk kine punë. Ta se e kishe matanti. Ja, e shpe vlaj tjetër. Urojmë që të shtëpia radhe që të ve mos tjetë e jotja. Faleminderit. Pak e çuditshme jeta, ti troket në disa dyer dhe të deli njëjti person. Ndonjëherë duhet ta marrësh dhe ti shenjë nga universi. Këtu Amar, çfarë ka qenë më përpara? Ky ka qenë spitali. Spitali i braktisur. Këtu thuhet që ka 4 vite që nuk punon askush. Nuk punon askush. Thuhet që ka fantazma këtu, gogola? Se di, nga fëmijët po. Si çfarë thot, pra një nga shprehjet më të urta frazeologjike. As me bugari nuk munesh me mzon biç. Bravo. Por shpreha e re është Bugarin e ndrojmë, lokacionin staqojmë, i fusim një hapë dollapane? Okej. Kush do mbaj? Më thënë kë. 1, 2, 3, 4, 5, 30 hapa. Le t'i gjejmë. Jo, s'ka njëri.
Fatos, ku jem qefur? Ka humbur Fatosi. Nuk për dim ku është. Hajde më gje! Ku je? Unë në lodhe Fatos. Okej, pra dhe hapa dollapa luajtëm, besoj që kemi bërë gjithë eksperiencën e plot të prezës, vetëm kalaja na ka ngel, kështu që shkojmë në kala. Dhe tani duhet të shkojmë të shohim kalan e prezës me sytë tanë. Kjo kala thuhet që është ndërtuar rreth shekullit të 13, që në mesjet, dhe përbëhet nga 4 kulla, të cilat kanë vrojtimin e tyre drejt të gjithë zonës përreth. Dhe thuhet që nga kjo kala janë komunikuar dhe me kalan e Petrelës, dhe me kalan e Krujës, dhe me ato të Durrësit, dhe ka qenë si pik vrojtimin në kohën ku luftrat kanë qenë shumë aktive. Thuhet që kalaja ka qenë edhe në kohën e Skënderbeut, edhe pse është restauruar disa herë, madje së fundmi edhe nga turqit. Por shkojmë në brendësi për ta parë më mirë. Përpos historisë e cila është shumë e rëndësishme, një histori tjetër që ka ndodhur në këtë vend ka qenë një nga episodet më të bukura të stazhit që ne kemi bërë në Andale, ku unë jam veshur si murg, dhe kemi bërë këtu sfida nga më të ndryshmet me gjithë starsat. Në qoftë se nuk ju kujtohet, ndiqeni tani. Qa durimi Qa ke mo? Ja, këto njerëz e vrasin artin e vërtet. Më paguat ora, mos dorim të merr me ty. A vasho goca, kontrolloni libidon. I drejti ngrihet prap. Zoti para unë mrapa. Një tjetër gojdhon që thuhet për këtë kala është se nën të ndodhen disa tunele misterioze të cilat lidhin prezën me vende të tjera. Dhe këto tunele thuhet që janë përdorur në kohën e luftrave. Çfarë pamje fantastike nga kulla e Sahatit. Një fakt interesant për prezën është që më përpara ka qenë një qytet dhe kjo dallohet vetëm nga fakti që ka pas këtë sahat, ndryshe nga fshatrat përreth, të cilët nuk kanë pasur një sahat, preza e ka pasur një të tillë. Dhe një fakt interesant që më kanë thënë disa banorë është që këtu ka pas një këmban, e cila tashmë nuk është sepse e kanë vjedhur, siç bëjnë shumica këtu në Shqipëri. Thuhet që ndoshta ajo mund të ketë përfunduar në ndonjë muze, edhe pse ende nuk dihet. Ju ftoj të vini të gjithë në prezë për të shijuar këtë pamje fantastike, edhe pse jo për të kaluar një fundjavë të bukur, sepse është edhe shumë afër Tiranës. Shikoni çfarë pamje. Udhëtimi im në prezë përfundon këtu, siç e pat banorët janë shumë mikpritës, të gjithë në këtë ditë ishin duke u marrë me ullin, si duket është sezoni tani që mbas vjeljes ullin krasiten. Mësuam edhe disa mistere rreth kalas, edhe pse ajo që kisha dëgjuar unë për atë vajzën që ishte mbytur në puls nuk ishte e vërtet, paktën banorët e zonës nuk kishin dëgjuar një gjë të tillë. Dhe jeta këtu shumë e bukur, por ka nevojë shumë për investim. Nëse doni një jetë të qetë, ejani këtu dhe ndërtoni një super vilë në prezë. Unë tani do iki t'i çoj lulet kristallit që mi dha Amari, por dua ta mbyll emisionin me shprehjen e përjavshme, e cila është që ndonjëherë lumturia gjendet dhe në gjëra të vogla, si këto lulet. Andale!